ne kemi një organizim shumë të mirë raste kur ka zjarre, kur ne nuk e përballojmë dot, ne thresim me njëherë bashkitë fqinje, zjarrfikse fqinje, që na ndihmojnë për ta përballuar. Në rast se është zjarri akoma më i përballueshëm, lajmërohen emergjencat civile dhe vjen lëvizje ushtria, vjen lëvizje helikopterët, mjetet e ajrit. Organizimi për mua është perfekt. Sidomos në zonën e Gramshit funksionoi shumë mirë në rastin që ne patëm. Pse sezoni i zjarreve po bëhet gjithnjëherë më i gjatë dhe më agresiv nga viti në vit? E gjitha pra duke shpjeguar edhe më parë, është tatësira e madhe që po ka ardhur vitet e fundit, edhe kjo favorizon shumë zjarrin, tatësira. Era, lënda djegëse janë 3 elementet kryesorë. Po tatësira është bazike, sa më thatë të jetë, aq më lehtë ndizet.